Ndërkohë lindëri sa i presin gështënja të na pjekën edhe të na zijen, do doja të ndoja një recetë, nuk e dija me thonë tradicionale, se s'është tradicionale, por që përdoret shumë në familje tona, edhe që e mbështet edhe shkenca. Unë e kam dëgju nga njerëz të qeshtë, me profesione të ndryshme, që s'kanë të bëjnë me shëndetësinë, por që nga fjala në fjale kanë praktikuar, dhe kur e pyeta Lenën, pastaj edhe lexova, ishte një prej recetave që mbështet shkenca, mbështet mjekësia, është fjala për arrat, i kemi aktuale dhe arrat, i kemi në shtëpi ose në treg kudo arrat dhe nuk kanë çmim të lartë, dhe është një recetë që mund ta shfrytëzojnë përveç shijes së mirë të tyre edhe anën shëndetësore. Arrat kanë yndyrna shëndetshme, sa herë kemi thënë që arroret kanë yndyrna shëndetshme dhe sidomos për yndyrë edhe trupit në port me yndyrë, edhe për stabilizim të yndyrë, na duhet yndyrë e mirë. Zakonisht na referojmë ik yndyrës, po jo yndyrës jo të mirë. Më thonë, na vjen yndyrë e mirë për me rregullu edhe yndyrën. Në këtë rast arrat përgjithësi ndikojnë te kolesteroli, ose për shembull tek rritja e HDL ose kolesterolit mirë dhe ulja e kolesterolit të keq. Kështu si arë në përgjithësi. Po nëse arën, po mënej, e loj me qëndru gjatë natës, në ujë, dhe e zim pastaj në mëngjes. Po? Normalisht, na i kemi marrë një sasi shumë të vogël të arave. Ta ka dhe i drenicake, në në ti. Veç jem ka të këshyre. Në munges të kushteve, që rajet ashte. Nuk rekomandohet kështu dashur meq, po unë mi thyë edhe dhamë të kështu. Se Saran ka përparu teknologjia, si the dur. Ka zëmë sa e fortje pa më kalzu. Po ja që në munges të pajisjeve, nuk po du tash më dorëzumës me bërë recetën. Po, feks. Tash, qka du të me theksu që edhe kjo pjesa që është brenda, mundë me shtun të njëjtin ujë, faktikisht to muj me bua dhe në formë qajit, në damas, po në këtë rast muj me shtun ujë, e qka ndikon, më thënë, efekti kryesor i arës në ujë, gjatë natës është sepse i hiken do lloj tanina, është një lloj shtrese acidi që e përmban në lëvosh, nuk është e dëmshme nëse hajmë, po është pak më e vështirë mu tretë. Zakonisht e kam frutat e thata përgjithësi, në këtë rast për shembull arrës si larguan që ato acide. Nëse qëndron ujë gjatë natës. Kjo është kur qëndron ujë gjatë natës. Do me thonë receta është që ta qartësojmë për publikun Lenë. E tash për shembull, çka na duhen këto pjesa e brendshme bërthamës, është sepse ndikon si antimikotik. Tash arra kur zbutet gjatë natës, e ka dhe fibra tretë se i ka ma të buta dhe ndikon, po më nejmë përgjësim në lëvizshmëri të zorës dhe peristaltikes, dhe në këtë rast, nëse i shtojmë edhe këtë brendësim brenda, e rrisim sasin antimikotikve. Edhe në këtë rast na duhen, për shembull, edhe për sistemin të racit, edhe për zorë, na duhen antimikotik, se na marrin mysh që krejt kohën prej ushqimit. Që ta sqarojmë Lenë, çdo mbrëmje vendosen 2-3 thelb are, është fjala do me thonë për këto pjesë të mbrëmshme që i konsumojnë, por nëse i shtoni edhe këtë pjesën e lëvozhgës. Po, brenda ujit vetëm kujdes në mëngjes kur e pini, kjo nuk bën të konsumohet. Ky ujë duhet që ndrojë mbuluar gjatë gjithë natës, e në mëngjes esëll. Të largohet ai ujë edhe të zihet arra me lëvozhgën prap. Ideja mu largu ai ujë është për shkak mi largu që ato acidet. A nuk konsumohet ky ujë që ka qëndru natë? Edhe mu zbut efekti, në më thënë, mu zbut efekti i fibrave që i përmbajnë arra, edhe kjo tash ndikon ma lehtësisht brenda, do më thënë, gjatë tretjes për me ndiku edhe te yndyrna, po të njëjtën kohë me ndiku edhe te imuniteti. A është e vërtet që ky ujë ndihmon edhe tek ata persona që kanë probleme kolesterolin me yndyrën? Po, ato që e thash në fillim, që ullë, do më thënë, kolesterolin e keq edhe rrit kolesterolin e mirë. Në këtë rast kur zbuten, ndikon që me prodhu kolesterol të mirë, do më thënë e merë matë pastër, një farforme me yndyrën prej arës, trupi, metabolizmi, e lehtëson një farforme. Se persona që kanë problem me tretje edhe kanë kolesterol, kjo lidhet, është zinxhir që kanë probleme, do më thënë, kanë problem me stabilizu nivelin e kolesterolit, edhe me terapi pa e ndihmu ka pak më ushqim.